Rozina Sterka është një emër i njohur për botën e letrave, por edhe për arsimin. E njohur për ndjeshmërinë dhe stilin e saj poetik, ajo drejton shkollën nëntëvjeçare Tring Smiley në Grude Re, duke arritur të bashkojë dashurinë për fjalën me përkushtimin ndaj brezave të rinj. Ajo kujton me nostalgji vitet e para të punës dhe raportin e veçantë me fëmijët. Kujtojmë afeksionin që fëmijët falin, një fjalë të bukur, ato të sjellin letrat, i vendosin tavolinë me zemra, me fjalë të bukura. Edhe ky raport i bukur i mësuesit me fëmin, përpos dhënies së njerive, normalisht që është një diçka e papërshkrueshme dhe është vërtet shumë e bukur. Edhe ti e merr me veten gjithmonë këtë pjesë. Rozina Sterka si drejtuese e shkollës përballet çdo ditë me sfida të reja që lidhen me arsimin bashkëkohor dhe zhvillimin e nxënësve. Të jesh drejtuese sot, të them të drejtën, nuk është e lehtë. Duhet të jesh një akrobate e ruajtjes së ekuilibrave me prindrit, me nxënësit, me ato trekëndshin hipotetik mësues prind nxënës, si dhe sfidë e madhe është ajo ritmi i shpejtë i ndryshimeve. Përveç pasionit për arsimin, ajo gjen veten edhe në krijimtarinë poetike, ku shpreh emocionet dhe ndjesitë më të thella. Poezia të gjen ty, nuk e gjen ti poezinë. Në një fjalë që të lën gjurmë. Pra poezia është ajo që ndjek çka lën gjurmë, që të krijon emocion, një fjalë, një kujtim, një emocion i momenti, qoftë një dhimbje apo qoftë i bukur, pra është që të çon tek poezia. Poezitë e saj janë vlerësuar në konkurse letrare dhe janë bërë pjesë e shumë botimeve. Do jetë botimi një antologji periodike, ku unë kam marrë pjesë me një prozë poetike, një dialog me 7 akte, dhe pas kësaj, së shpejti do jetë librim që janë përvojat e viteve të fundit në poezi sërish. Rozina Sterkaj mbetet një shembull i bukur i përkushtimit ndaj dijes dhe artit, një zë që dëshmon se dashuria për fëmijët dhe dashuria për poezinë lindin nga i njëjti shpirt i ndjeshëm dhe human.